Po shumë çka u tha, Kreshniku është pak më shumë atje aktiv dhe e din gjendjen në terren, pajtohen plotësisht, ne kemi parë fatkeqësisht që nga themelimi i kësaj liste në vitin 2013 me një marrëveshje në Bruksel, ndikimin dhe varësinë e saj të drejtë për drejtë nga Beogradi, duke mos punuar dhe ndihmuar në interesin të qytetarëve të Republikës Kosovës në atë pjesë, por duke ndjekur agenda të caktuara, të cilat në disa raste kanë vështirësuar edhe më shumë jetën e qytetarëve tonë atje. Në zgjedhjet e fundit lokale kemi parë një zbehje të kësaj liste në terren, por megjithatë ka arritur të ruaj qeverisje në 10 komuna në të cilat ka marrë pjesë. Diku edhe ku ka shkuar në balotazh përmes presionit ka ndikuar që kundër kandidatit të tërhiqet dhe të dorëzoj mandatin te kandidati i listës serbe. Pastaj në shumicën e vendvotimeve janë varitur votime grupore të cilat shkelin standardet e demokracisë në vend, por megjithatë ndikimi i saj vazhdon duke marrë parasysh ndikimin që kanë të drejtë për drejtë në organizimin e jetës shoqërore në pjesën veriore të Kosovës kryesisht, dhe pastaj ndikimin dhe presionin që bëjnë tek qytetarët atje, qoftë përmes punësimeve të ndryshme, qoftë përmes drejtimit të jetës në gjitha sferat tjera, në organizimin e shëndetësisë, në organizimin e arsimit dhe gjithçka tjetër. Uroj që zbehja e fuqisë politike në Kuvendin e Republikës Kosovës të jetë si mesazh për qytetarët serb, që megjithatë është zbehu në fuqi, do të marrë më pak vota. Po megjithatë në Kuvendin e Kosovës kanë humbur një ulse dhe konsideroj që vazhdimi i zbehjes të fuqisë politike të listës serbe potencialisht do të mund të ndikonte në çlirimin e qytetarëve serb atje dhe në mbështetjen edhe të partive tjera serbe, të cilat janë aktive në Republikën e Kosovës, të cilat nuk kanë përfaqësim në Kuvendin e Kosovës, në mënyrë që të mundsohet demokraci pak më e madhe dhe qeverisje ndoshta më shumë në interes të jetës edhe të organizimit shoqëror të serbëve në Kosovë. Qartë. Zoti Matoshi,